Horoskopi ditor e premte 14 mars 2025. Dashi, jeni duke jetuar një moment të rënje, ku jeni të pavendosur, lidhur me projektet dhe propozimet e reja. Nuk arrini që të kuptoni se cila situatë mund të jetë më favorshme për ju, dhe kjo gjë bën që të humni kohë. Ndonjë një zgjidhje më shumë mund të afrohet në fundjavë. Demi, lodhja do të ndihet gjatë kësaj të premte. Zakonisht jeni ju që i mbushni me energji të tjerët, por kësaj radhe do të kërkoni ndihmën e tyre. Pa diskutim, ky nuk është momenti për të përplasur fort në familje ose në raportin në çift. Këshillohet që debatet e ndezura t'i shtyni për një moment tjetër. Binjakët, pasioni është një element thelbësor për të qenë mirë. Për këtë arsye, kush është vetëm apo ka përjetuar një krizë, duhet të mendojë për rëndësinë që kërkon një raport dashurie. Venusi do të ketë ndikim tranzit pozitiv në shenjën tuaj duke përmirësuar fushën e ndjenjave dhe duke stimuluar takimet e reja. Nga porja, parashikohet një fundjavë pozitive, siç e dëshironit, duke qenë se jeni ndjerë të lodhur, nervoz dhe të pakënaqur në dashuri. Shumë prej jush shpesh janë përqendruar në punë, kur në fakt fusha e ndjenjave ka më shumë rëndësi se çdo gjë tjetër. Kush ka ndërprerë një histori dashurie mund të pendohet. Luani, pranvera nuk ka nisur në mënyrën më të mirë të mundshme për ju, sidomos në sferën sentimentale. Keni pasur tensionin në historitë e lindura së fundmi, por dhe lidhjet afatgjata nuk bëjnë përjashtim. Dikush ka zëvendësuar një dashuri të së kaluarës, po tashmë do të pendohet. Fundjava do ju afrojë mundësinë për të kuptuar se çfarë dëshironi vërtet në dashuri. Virgjëresha, këshillohet që të tregoheni të kujdesshëm në dashuri, për shkak se mund të lindin pakënaqësi dhe keqkuptime. Nëse jeni të dyezuar mes dy lidhjeve, ose keni pranë një person që nuk është shumë i ekuilibruar, është shumë e kollajt që të përfundoni në konfrontime. Peshorja, parashikohet një ditë interesante dhe mjaft pozitive, ku dashuria do të ketë vëmendjen kryesore. Shumë prej jush kanë kaluar kriza të forta, por situata do të përmirësohet. Yjet favorizojnë udhëtimet dhe takimet. Akrepi, e premtja do të jetë e mbushur me shumë gjëra për të bërë, dhe për pasojë do të ketë edhe tensione. Do të hasin në ngadalësime lidhur me projekte të punës. Vetëm të dielën Venusi do të largohet nga shenja juaj, duke përmirësuar situatën. Për momentin, këshillohet që të mos lodheni shumë. Shigjetari, më në fund do të kaloni disa momente relaksi, duke rigjetur energjinë tuaj. Nëse dikush ka tentuar që të përfitojë prej jush, do të dini që të përgjigjeni. Në dashuri mund të jeni viktimë e një pishmani.
Britsjapi. Keni kaluar ditë jo shumë të mira, të mbushura me ndryshime të forta, por gjërat do të ndryshojnë pozitivisht. Ku do të kuptoni se çfarë është më mirë të bëni. Puna do të jetë problem, ku do të përballeni me situata të vështira për të menaxhuar. Dashuritë e konsoliduara do të vijojnë, ndërsa ata që janë vetëm mund të kenë një njohje interesante. Ujori. Parashikohet një ditë mjaft negative, ku shumë prej jush do të kenë një situatë stresuese, ndoshta për shkak të jetës së tyre. Takimet nuk do të jenë as pak të kënaqshme, ku do të ketë tensione familjare në shumë raste. Rikuperimi në dashuri do të nisë që nga e diela. Peshqit. Do të tregoni të jetë indiferent, ndaj kujdo që të tentojë që t'ju thotë se çfarë duhet të bëni. Ju pëlqen që të veproni vetëm në mënyrë të pavarur, duke i besuar intuitës, e cila zakonisht nuk ju tradhton. Dashuria mund të përballet me disa momente krize. U bën disa muaj që ndryshoni sjelljen me partnerin, ndaj ju duhet durim.